Horoskopi ditor e premte 7 nëntor 2025. Dashi, mos e teproni duke shpenzuar energji, pasi stresi mund t'ju mbys, pa aftësinë për të gjykuar. Nëse me një person të cilin sapo e keni njohur, nuk keni qëllime serioze, tregohuni të qartë, respektojeni dhe tjetrin. Emi, me ndikimin e hënës dhe shtysën e Saturnit, do të keni një ditë që favorizon studimet apo avancimet profesionale. Do të keni mundësi shumë të mira të cilat mund t'i kapni fluturimthi. Mund të siguroni një stabilitet të mirë. Binjakët, Mërkuri dhe Plutoni do t'ju bëjnë disi nervoz. Nuk do të keni dëshirë për t'u zhytur në rutinë, aq sa dhe detyrat e zakonshme do t'ju bezdisin. Në raportin në dy, mos u përfshini nga xhelozia e kotë. Më mirë fitoni besimin reciprok dhe punoni për forcimin e tij. Gaforia, këshillohet që të mos jepeni pas entuziazmit dhe iluzioneve pak të besueshme. Me ndikimin as pak harmonik të Marsit dhe Venusit, jeta juaj në çift mund t'ju duket më monotone se kur. Bëni kujdes, pasi është moment kalimtar, mos u nxitoni. Luani, Venusi dhe Marsi me anë të ndikimit të tyre mund t'ju përballin me të parpritura, e cila do të luhas fort një lidhje ekzistente. Mos u tregoni impulsiv, ndërkohë situata financiare nuk paraqitet ndër më të mirat. Virgjëresha, për shkak të ndikimit të Mërkurit dhe Plutonit mund të jeni të tërhequr pas ngjarjeve pak të qarta. Mos u besoni shumë njerëzve që premtojnë male dhe fusha, pasi rrezikoni të komprometoni rezultatet e marra deri më tani. Peshorja, me ndikimin e brisht të hënës, nëse gjithçka ju duket se shkon keq, gjeni streh tek personi që dashuroni. Bëni mirë t'i kushtoni më shumë vëmendje përmbajtjes dhe jo dukjes. Nëse jeni vetëm, bëni mirë të dilni me miqt. Venusi dhe Marsi parashikojnë një surprizë të bukur për ju. Akrepi, do të jeni të mbushur me gëzim dhe do të shprehni lirisht mendimet tuaja. Mundësitë të mira paraqiten në sferën e krijimtarisë. Mos u druani nga sfidat profesionale. Vlerësoni aftësitë tuaja. Shigjetari, ndikimi i Venusit dhe Marsit premtojnë një miksim intuite dhe grinte, gjë që do t'ju ndihmojë që të veproni me efikasitet si në punë ashtu edhe në shtëpi. Do të ndiheni aktiv, dinamik dhe gati për të korrur fitimet e punës tuaj. Bricjapi, hëna në shenjën tuaj nuk ju favorizon. Parashikohen tensione dhe përplasje në familje, të cilat do të mund të kalohen vetëm nëpërmjet dialogut dhe arsyetimit. Pika juaj e fortë gjatë kësaj dite do të jetë pikërisht komunikimi. Ujori, në aktivitetin tuaj do të keni mundësi të reja për të vlerësuar atë që vërtet ka rëndësi. Me qetësi dhe durim do të zgjidhni çdo vështirësi, pa u përballur me probleme. Venusi dhe Plutoni do të jenë miq të shenjës tuaj gjatë kësaj dite, kështu që do të mund t'i lejoni vetes ndonjë shpenzim më shumë. Peshqit, nëse situata në ambientin e punës është e tensionuar, rezistoni. Relaksin mund ta rikuperoni në kohën tuaj të lirë, duke ju dedikuar kënaqësive të jetës. Në sferën financiare parashikohen probleme. Duhet të jeni tepër të kujdesshëm.